Edhe rasti tjetër i kohës tonë, po ashtu edhe e keni lexuar edhe ju ndoshta, por ja vlen për temën që po flasim, është shoku i cili e thret në telefon shokun e vet. Thot po më vyn një shumë e caktuar me të hollave. 100 euro, unë po tham kështu. Thot a mund me mi gjetë, thot po. Thot mas 2 orë ti bi paret, si me thonë, 2 orë. E thirë mas 1 orë e gjysë, a i s'peqel telefonin e kam shel. Prape thret disa herë, edhe fillon me ndonë keq për ta. Thot, qëfar gënjeshtari ky shoku jam. Thot, më thati bi, leqës është më i pru, po dhe telefonin ma kam shel. Kur bon 2 orë diçka, mas terminit që kanë lanë terminin, do më thonë pak vonohet, vjen të shtëpia i troket, thot ma bon halal. Se thot mu vonu transporti, s'mujt a marrë bashkë në kohë e caktuar. Po thot, pse nuk e çelsh telefonin, po tha, kur më thirret në telefon, unë shkova shita telefonin, se s'pata pare, çato pare me t'i prun ty. Për çato thot s'm ka bë telefone. Pra, çfarë du me thonë me këtë? Zakonisht njeri kur paragjykon, kur mendon keq për tjetrin, shembull nuk të ka nejt në termen. 99% po tregojnë nga jeta, por jam i bindur se edhe ju ka ndodhur, kur kemi paragjyku, na ka dalë paragjykimi i gabum. Prandaj mos paragjykon nalo derisa takohesh me ta, deri të sqarohesh me ta. Pse gjithmonë shejtani momentin më të mirë nëse don me ditë për me çtime me ndu keq për muslimanin, është me çti në çastet kur ai nuk të ka nejt në termen. Bon vaki ka arsye që ty të vjen marrë masanina që ti ke me ndu keq.